Kosova vazhdon të mbetet pa institucionet e reja, edhe 3 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve nacionale të nënshkurtit. Pas 11 tentimesh ka dështuar zgjedhja e kryetarit të ri të Kuvendit të Kosovës, një post për të cilin partia fituese e zgjedhjeve të nënshkurtit lëvizja vetë vendosje, ka propozuar Albulena Agjiun. Emri i saj është refuzuar nga opozita, duke e futur vendin në një krizë të thellë politike. Duke parë bllokadën e krijuar, lideri i lëvizjes vetë vendosje Albin Kurti i ka bërë ftesë për koalicion liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku. Si kryetari i lëvizjes vetë vendosje dhe kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës, jam i interesuar dhe i gatshëm për marrëveshje politike me LDK-n. Sigurisht që kemi dallime në bindje politike dhe në politika qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht ndërmjet atyre që kanë dallime, duke vendosur të drejtat dhe nevojat e shtetit dhe të qytetarëve si prioritet. Pse jetë një palë zgjedhje për të njëjtin koalicion, thuhet ndër të tjera në letrën e Kurtit. Nga LDK ende nuk ka një përgjigje. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku tha se do të ketë një përgjigje zyrtare nga partia për letrën e dërguar nga Kurti. Më lejoni të shkoj në zyrë, të shoh letrën dhe do t'ja përgjigje me kohën. I luftë dhe njerëzit tanë që gjenden e tanishme ta trajtojnë pa arrogancë. Do kemi përgjigje zyrtare ashtu siç i takon një partie, shprehu di Abdigjiku. Por analisti Nejat Haziri shprehet se Abdigjiku duhet ta pranojë thirrjen e Kurtit për koalicion. Abdigjiku duhet i përgjigjet pozitivisht ftesës së Kurtit për takim dhe aty do të propozohet një qeveri gjithëpërfshirëse e cila do t'i nxjerrte vendin nga ky ngërç politik dhe do ta përgatiste vendin për zgjedhje të parakohshme në prill të vitit të ardhshëm, kur është dhe koha për zgjedhjen e presidentes u shpreh Aziri për bota sot. Sipas tij, përbërja aktuale e kuvendit nuk ka konsensus për zgjedhjen e presidentit. Nuk shoh mundësi të tjera aq më pak një koalicion qeverisës mes vetëvendosjes dhe LDK-s për arsye të shumta. Njëra ndër kryesoret është se këto dy subjekte politike nuk kanë besim te njëra tjetra dhe se lehtë mund të përsëritet historia, thekson Haziri. Andaj, duhet një marrëveshje ndërmjet partive politike vetëvendosje PDK dhe LDK për një qeveri gjithëpërfshirëse. Ashtu siç e thash edhe më herët, shihet se asnjë subjekt politik nuk dëshiron të bashkëqeverisë me lëvizje vetëvendosje dhe në bazë të kësaj duhet të reflektojë edhe vetë zoti Kurti, përfundon për bota sot, analisti Nejat Haziri. Ndërsa analisti tjetër Zeinullah Jakupi thekson se PDK dhe LDK janë bashk kundër vetëvendosjes, gjë e cila u dëshmua edhe dje gjatë seancës së kuvendit. Në përpjekjen e 11 të PDK, LDK, listës serbe dhe AK, ishin kundër formimit një komisione që të votojë në mënyrë të fshehtë. Në seancat e fundit u vërtetua se këto parti janë bashk, nuk pranojnë votim të fshehtë. Ish opozita, duket se është e pa orientuar, nuk është e gatshme për koalicion me lëvizjen vetëvendosje, ose tanoi sipas kalkulimeve të tyre. Kam frikë se mos ndonjë nga partitë i afrohet lëvizjes vetëvendosje, këto e tregoi reagimi i Ganigecit, kur kishte kuptuar se PDK do t'i shkonte kryeministrit Kurti për të biseduar rreth formimit të organeve të kuvendit. Prandaj secila reagon kundër vetëvendosjes sipas dilemës së të përgosurit. Ganigeci reagon në të njëjtën dilemë në Vizon Jakupi. Herë e shqet të mundshme koalicionin me lëvizjen vetëvendosje dhe thot se do të ishte një koalicion i madh shqiptar, por për këtë vendos kryesia e partisë dhe i quan një koalicion me lëvizjen vetëvendosje si të keqe me të vogël të mundshme, ndërsa me PDK-n kurthësi, pra kur PDK-ja afrohet lëvizjes vetëvendosje fillojnë ankesat apo akuzat kundër lëvizjes vetëvendosje dhe kundërta kur vetëvendosja i afrohet LDK-s reagon PDK-ja. Të dyja kanë frikë se mos njëra nga partitë më tha po bën koalicion me vetëvendosjen, shpjegon Jakupi. Për bota sot, më tej, Jakupi deklaron se Abdigjiku është i gatshëm të pranojë koalicionin në vetëvendosje nëse i ofrohet posti i kryeministrit. Teoria e tillë e njohur në shkencat politike paraqet një problem klasik në teorinë e lojrave, si dy individ parti mund të mos bashkëpunojnë edhe kur bashkëpunimi do të ishte në interesin e tyre më të mirë. Nëse LDK hyn në koalicion me vetëvendosjen, në momentin e fundit mund të ndodhë që PDK-ja të ndjetë e tradhtuar dhe të ofrojë më shumë kushte, më pak kushtëzime për koalicion, por nëse LDK-ja refuzon, atëherë opozita forcohet, sepse dy partitë e mëdha llogarisin për një opozitë të përbashkët PDK, LDK, AK, lista serbe dhe minoritetet.
Deklarimi Lumira Abdixhikut se do të jap një përgjigje në letrën e kryeministrit Kurti duket shumë i cekt, sepse përmbajtja e letrës dihet, aty nuk ka detaje për ndarje të posteve. Ai thotë se do të shikojë në zyrë që nuk kupton se do ta këshillojë me Këshillin e LDK-s. Kjo sugjeron se Abdixhiku do ta pranonte koalicionin nëse i ofrohet posti i kryeministrit, ndërsa posti i presidentit i mbetet Albin Kurtit, sa Zejnullah Jakupi për bota sot. Por Jakupi e dyshime se LDK-ja është më e lidhur me PDK-n se sa me vetëvendosjen. Të gjitha këto për momentin janë kalkulime. Kjo pajtueshmëri do të ishte edhe konstruktive dhe ndarja e ministrive do të ishte shumë fluide, ndërsa institucionet do të formoheshin shumë shpejt. Një dobësi që e tregon Lumira Abdixhiku është fakti se ai dhe LDK-ja janë fort të lidhura me PDK-n, sikur në çdo hap këshillohen prej saj që të mos hyjë në koalicion me vetëvendosjen, duke bërë akuzën e përbashkët se me Albin Kurtin nuk mund të qeveriset. Vetëvendosjen nga ana e saj nuk ka ndikim në LDK siç ka PDK. Nëse do të thyej ndikimi i PDK-s ndaj krierëve të LDK-s, atëherë ky koalicion do të bëjë brenda natës, përfundon analisti Zejnullah Jakupi për bota sot. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të mblidhet sot për të shqyrtuar letrën e dërguar nga lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, lidhur me mundësinë e bashkëpunimit për formimin e institucioneve të reja. Nën kryetari i LDK-s Anton Çuni tha se shndrimi zyrtar i partisë do të bëhet i ditur pas përfundimit të mbledhjes. Për çështje teknike duhet të pyetet zyrtari për informim, shndrimin do ta paraqesë brenda kryesisë. Nuk mund të bëj publik para se ta diskutoj me kolegët. Sigurisht, kam një disponim, por do ta shpalos aty, u shpreh Çuni për Indeks Online para mbledhjes. Ndërkohë, dje më 5 maj 2025, kryeministri në detyrë dhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti i ka dërguar një letër kryetarit të LDK-s Lumira Abdixhiku. Në letër, Kurti nënvizon se sipas deklaratës së deputetëve të LDK-s është e domosdoshme një marrëveshje për të ecur përpara. Letra vjen me një kohë kur partitë politike ende nuk kanë filluar bisedat formale për formimin e institucioneve të reja. Ne sigurisht që kemi dallime në bindje politike dhe në politikat qeverisëse, por koalicionet bëhen pikërisht mes atyre që kanë dallime, duke vënë në plan të parë të drejtat dhe ndryshimin e shtetit dhe qytetarëve, shkruan Kurti. Kjo letër po shihet si një përpjekje për të zhbllokuar ngërçin politik dhe për të krijuar një bazë për bashkëpunim institucional mes dy partive që aktualisht janë në opozit.